Më besoj që kjo krejt po rajnë është propagandë, nuk ka ndaj eufemizëm që muj me përdor këtu përveç propagandës, është fix propagandë, sepse natyrisht ka plot media që nuk rajnë, sidomos nuk rajnë të në kohën, është e pamundën me rajt të në kohën, bile edhe ora e kallëzën orën e saktë 2 herë në ditë, kështu që është e pamundën me rajt të në kohën, e para dhe e dyta, kush e thot këto krejt po rajnë? Unë besoj se e thonë operator të ndryshëm politik, do me thonë, kjo është dezinformat që bëhet prej politikës ose prej njerëzve që janë të lidhur dysysh me politikën, jo direkt. Shpesh herë na përveç sa e shohim edhe te njerëz, edhe në komente, edhe te njerëz ndoshta në biseda të lira. Unë besoj se kur thonë që nuk pjo besoj mediave se po rajnë, ose këta po janë me këto, këta po janë me këto, prapë në fund kit po rajnë. Është pak a shumë një qësi konkluzioni që vjen. Po, kur o fjallat e anshmëria mediave, këtu është një problem serioz, e vërtet. Po, nëse përgjithsojmë krejt po rajmë, është e pamundën mos me qenë dashakes. Kështu që unë pe e vrej dashaketsin të kjo, se ka mediume që punojnë për në kushtet shumë të vështira edhe bojnë punë shumë të mirë. Kështu që me i targetu edhe ato në këtë formë, unë menoj se nuk është e drejtë edhe është fix dashakese, është pjesë e propagandës. Ta shka dhe qytetarë ndoshta të pavetdijshëm, jo qast emancipum që mujnë me i pa këto komente edhe me ndiku prej tyne edhe me pas po ashtu atë bindje. Mirë po problemi nuk mendoj këtu se qëndrën të gjithqysh të media sa ndikën të një faktor jashtëm i cili është politik. Jo gjithqysh i lidhën me partit politike, mundet me qenë edhe prej grupeve tjera të interesit, biznesit, njerëzve që janë pjesë e grupeve kriminale, etjere. Por e dim se kujt i konvenon mos besimi në media. Do me thonë, i konvenon njerëzve që nuk i konvenon raportimi i drejtë.